Miqtë të Piskut, ju përshëndesim. Jemi me profesor Gurin për një temë shumë të rëndësishme. Flasim për raste konkret, atë që po bën bujt madhe përsa i përket një aktiviteti muzikor që po organizon Noizi, ose njohur me emrin e tij të vërtet, Rigels Rajku, duke ditur dhe njohur tashmë pasi ka dalë publikisht për marrëdhënien e tij që ka pasur me kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe në fushat që doli publikisht edhe në mbështetje të Edi Ramës, i është dhënë një hapësirë e konsiderueshme prej 42.000 metrash katror për ta shfrytzuar dhe për të risjellë diçka artistike, një koncert artistik. Kind of music, do të vinë artistë të ndryshëm të famës botërore që do të performojnë këtu në Shqipëri dhe kjo është diçka shumë pozitive. Zoti Guri, si është këtë si një ambientalist, një ekspert dhe një qytetar i denjë që ngreni her pas here zërin për shqetësime të ndryshme në interesin e opinionit publik? Në fakt, mbas kësaj që ndodhi, ku me qef të madhi ky popull, mbasi ai mori, ropi, volli, grabiti, i bëri edhe këto ai, po aman kishte vetë një pjesë e madhe e popullit që e votoi dhe të kënaqur deri në ekstaz. Dhe jam betuar që mos të tërhiqem nga jeta e çështjeve, po të tërhiqem. Edhe ti? Nga jeta politike njëherë po se po njëherë, sepse okay, politiki ma ke thënë atë, na e thënë dhe në intervistën e fundit që kishim, por edhe në ngritjen e zërit, në përshqetësimin në ngritjen e zërit, sidomos kur është në çështje komunitare, për të kërkuar ndihmë, për të ndihmuar komunitetet, jo me atë, mos guxojnë me atë të thasin. Të paktën këto 4 vjet. Nësa në raste të tilla që kemi të bëjmë me një komunitet gjerë që është Shqipëria apo që është Tirana, në këtë rast, më duket sikur ka filluar dekadenca e vërtet. Në kulmin e fitoreve të këtyre njerëzve të quajtur pushtetar, bravo, klan, grupi mafi. Po flitet kudo, mafia, organizata kriminale, etj. Po e vërtet, edhe unë pajtohem me ty, duhet t'jap edhe unë qendrimin tim që ajo si shka ka ndodhur këtë herë, domethënë ka ndodhur të gjitha format për të marrë votën, të gjitha format. Dhe e kanë bërë me qefti, kur e ka bërë me qef ai që merr ujin e shtëpisë atje në Kuçti, apo në Tregjasti, apo në Librazhi, që dali me arkivol pëseje, dhe ja jep 95% kur s'ka ndodhur kur që dikush qoftë serb, grek, pushtus në kuptimin, jo në kuptimin e këtyre forcave të sot me fqinje, po pushtus, apo turk, apo osman, apo romak, apo venecian, s'ka ndodhur kur është ndeshur kok më kok, shpat më shpat, pisjoll më pisjoll, po si ka marrë kur ujin e pishëm. As ai diktatura komuniste nuk i mori ujin e pishëm. Dhe këta burra të mlejnë, Trima, Kuçati, apo Tregjasti, nuk i kërkuan dot një pyetje kryeministrit. Si na e merr ujin? Ore një pyetje, merr një përgjigje. Asë nuk ja bën, përkundazi, në vend që ta lini detyrë. Si ka mundësi që është ky indiferentizëm? Indiferentizëm, po. Kaq i madh, domethënë, edhe kjo që ka ndodhur këtu, pra këtu nuk ka asnjë. Ne, unë po desha ma bëj pyetje dy se ta them dhe shpjegimin pse ka indiferentizëm. Po pse ka? Jo të kalojmë tek kjo. Okej, të kalojmë tek kjo. Ma kujto, po se kujtohesh fa jot. Po se kujtohesh. Okej, në rregull, ta marr. Tash i vim te kjo. Kujtohet Roma 2. Pra, më thuaj pak pse është problem kjo? Ka njerëz që okay, shumë mirë, kemi aktivitet, dargëtojnë njerëzit. Atëherë prandaj as ke parë në një ti në botë Bryan Adams, Rod Stewart, Blues Brothers, Anita Franklin, ke parë në një ti Beatles e tjerë. Që të vënë për zona të tilla ku shkatrojnë sa 42.000 hektarë, do të thotë një sipërfaqe 100 që me zi mbollje ai që është atje. Me zi mbollje ato. Kemi mbyllë ne atje. Dhe tani ato duhet prishëm, siç kundër bëri zoti Rama mbrapa Skënderbeut me 6 milion euro, ndërtoi një lloj podiumi për të pritur komisionerët europian. Edhe unë kam. Po i preu pemt aty. Po preu pem natën e pra. I preu si ai tuti bën punë natën ti që quhen punë pista. Ai preu natën ato dhe kemi foto gjitha dokumentuara. Pra, ky komisionim, ky filloi mbi një vepër vrasare, mbi një vepër kurbani pra, bëri kurban natyrën pra. Se çai tha Bismarcku kur erdhi në pushtet. Nuk ja fart ai Frederiku ai që preu një pemë para zyrës time ai. Gjitha ja falt ai. Gjitha e falë, vetëm ata që preu një pemë. Preu një pemë para zyrës ai. Vetëm kjo i ka ngel Tiranës, me kjo i ka ngel Tiranës. Tani kemi ke probleme. Që kjo situatë ku
tamam si romakët, perandori Claudius, e pa dekadencën e perandorisë romake, edhe ç'a bëri? Ju jepte cirk edhe buk romakëve. Edhe atëre lindi Koloseu. Bravo, falenderoj. Për t'i shpërndruar, lindi ndërtoi Koloseun ai, gladiator aty që ndesheshin, i lirë, thra, kisha plot sklever në atë kohë që i kishte gjyzuar. Dhe njerëzit shikonin dhe harruan problemet ku Roma po ikte për lesh. E njëjta gjeti. Si historia përsëritet pra, në mënyrë tragjike, po, njërë tragjike, njërë komike historia. Po, eksakt. Edhe, u bë koncerti ke stadiumi, ke qendra e Skënderbeut, u zu figura Skënderbeut që e kanë qeft mata, 2-3 javë me çadra arabe, 2-3 javë me një turke, kamion, 2-3 javë me një koncerte, 2-3 javë me një... E kanë bërë si trek, po, e kanë bërë si trek. E smefton atje. Jo shqiptare, po të huaj. Po të huaj, me të 900 të sheshit, a i ka lënë ai Skënderbeu i madh. Ja te keni, tha, i lirin, tha, e sheshit, ja te keni, tha. Jo, nuk duan 99% liri sheshi, po duan pikrish atje, ku është ai për cilin ka emrin që është ero, jo shqiptar, po ero europianti. Nes, vim tuti, ju jep ai tash 42.000 metra, i thonë 100 me 400. Shikoj, a është i gjelbruar? Më thoj ku do ngrihet. Më thoj ku do ngrihet. Atëherë, kur ka pjesë të tjera, diku stadium, diku një kanë lojdash, po pse? Sepse dy stadiume ka gjithseti, pra. Edhe nuk mundet do t'i kthej në këto zhvillime Nuk mund të dëmtoj stadiumin. Bravo, faleminderit. Por te dëmton ai, se nuk është vetë. Ndërkohë që kjo nuk është puna që bëri një herë, hajde u qelloi. Po kjo është miu mustajë valla një herë që ashtu u fut pyka, bravo, të fut pyka. Pulsin e ishe, pra do thonë jo. Pastaj merr edhe 4.000 metra tjera, 40.000 metra këtej, merr 40.000 metra këtej, por ajo se çka është më e frikshme që po aludohet nga një pjesë shumë e vogël ku do dalim edhe ke indiferentizmin, një pjesë shumë e vogël e ka ngritur si shqetësim. Tu dalim me mira qytetarë çdo ditë që e shohin të që nga data 15 maj deri me datë 8, pra që do të jetë kjo e uzurpuar, e pra privatizuar, kjo pjesë, kjo tokë këtu, domethënë, e shqiptarëve, kur kalojnë nuk kanë reagojnë, shumë pak reagojnë. Po sepse edhe mediatike nuk është bërë shumë. Shumica e atyre që janë njerëz përgjithshëm, fisnikër, që janë të karakterit bujar e tjera të mençur kanë ikur atë. I dëboj, ju kanë ikur, më fal. I dëboj me shelm. Mi po, ta që kanë ngelur, që janë patronazhisa, arshivista, aktivista, mbaj mendje, janë më keq se sa një qetnik serb, se qetnikun e kishe ballë për ballë, luftoi edhe. Janë më keq se një andart i burgosur grek që delte nga Kreta për të bërë shkatrime djegje të 370 fshatarë në Shqipërisë, këta janë më keq, se janë pa dukshëm. Mos zbulohesh ajo skena me atë deputetin e PS-s atje, do djegje ti si manovronin këta me vota kur në kursi. Po ka arritën ti shkuan në për Athinën, në për Greqi, në për Italiti dhe kërcënonin ti të majtë të djathë që ke dini dhe listat që ke kunatën atje në Berat, filan vend të bashkiti, në Kesh Noshe, ke një motrë, ke një vlla, ke një djagjaj, aty arritën këta ti. Këta nuk e bëri turku ti. Turku merresh me individin ti. Dohet të ndroje fenë, ndroje, zota ndroje, i la ata krishterë katolik, krishterë ortodoks. Ka që me ftesë, nuk ka që me... Eksakt, nësa këta ti ta kujtojnë ti. Me forcë, me dhunë ti. Kur të gjojnë ty, miqë të mi, me pësen, isha në Itali, po që isha në Itali, argjojnë 10.000 euro. Si mund të argjojnë 10.000 euro ti, jo për t'i bindur për të votuar për pësen, po për t'i detyruar. Dhe të regoj dhe vota e diasporës. Nëse kjo është pastaj problem, do të marrim sim nga këto gjëra, por unë kam qenë kundër komplet kësaj pjese, por tani për ta mbyllë edhe ke indiferentizëm, si s'do ta harroj se mbi gjitha gjëra pastaj që 10 vjet më parë. Për këtë situatë ku ngrit kendi i fëmijëve në këtë kend që quhet zona Bedi, kam luftuar dhe si strateg, protestuar dhe luftuar. Dhe kryetari i bashkisë ateshme që ky popull, Eduard Trokidi, dhe thoshe profesor, 99% e njerëzve gabove, sepse kishin ardhur shumica, kishin ardhur nga anës. Kishin parë në kënd fëmijësh në atje ku ishin rritur apo jo, shumica atje. Ardhur nga gjitha anët këtu në Tiranë, kishin parë në kënd fëmijësh dhe nuk e dinin që ai mund ta bënte me ligj të ndërtonte kendin e fëmijëve. Jo, donte ta fuste pa ligj kendin, siç e futi, në mënyrë që pa ligj të fuste edhe këtë popullacion. Edhe janë jo pak, po 200
66 vepra urbane. Ju më pyetën në fillim park artificial, ja, as park natyror, ja. Ky është një park urban. Park urban. Park urban, ky është një park masakër urban. Po diferenca është në park natyror ose artificial. Njeriu vjen, me që thatë ju, njeriu vjen shplodhet, gjem vetveten, stresin e shefit të punës, stresin urban të automjeteve të plurit, vjen si ajo që ti ndron filtrat e makinës dhe ai ndron filtrat e mushkisë. Dhe sa tani këtu është urban, nuk ka qëndron me ide. Nuk ka qëndron sepse këtu janë 260. Nuk ka se diferencë midis parkut tu dhe pjesës tjetër të falenderoj që më kupton edhe sepse ndonjëherë të skuptojnë këta gazetarë ose këta. Kemi punë me ta ne flasim për ata që na ndjekin. Dakor, janë ndjekin. Urojmë që sa të pak të bëhemi sa më shumë. Luftuam 10 vjet më parë dhe e dim tash, ja ku jam. Qirin Kam. Ja ku është ai aty. Ai shoku jot. Ati edhe. Se shoku jot, po. Që mori zullumet se u trash zollumit. Do ta afroj pak këtu shoku jon. Ky është shoku jon. Ata që na ndjekin. Më duket se ke pasur shok. Si Nosi, edhe Nosi kishte shok. Nosi është djali i mirë, por Pa, e madhe. Përshëndesim, faleminderit. Ka simpatizant ka njerëz që ndjekin dhe patjetër, as unë nuk është kam gjë ne, bën edhe gabime aty ku ndoshta keq orientimi si varet kush i fshkëllon vesh, interesat e veta, varet si duan edhe të ecin. Artistës po prapë unë gjithsesi pa hyrë kësaj pjese kam rezervat e mia, jo vetëm për Noizin, për shumë të tjerë, domethënë, çdo kush duhet të arsyetoj mbaz të asaj kapacitetit që logjik që jep, jo mbas interesave të vete, se interesi i tij mund të shkaktoj më shumë dëme ndoshta te njerëzit e tij të afër, pastaj duke përshkallëzuar edhe te interesi i një banori të zonës tënde, por edhe një shqiptari, se kjo është ajo që unë e rikujtoj herë pas here atë fabulën e zjarrit që ka rënë zjarri në një X qytet. Po ç'pun kam unë ka rënë zjarri tek ai qytet, po kur vjen pastaj në qytetin tënd po ka rënë zjarri në qytetin tim, po ç'rëndsi ka rënë në qytet, nuk ka rënë në lagjen time. Kur vjen lagje, po lagje s'ka problem. Kur vjen shtëpi, pastaj kur vjen krevat, pastaj pra do ta shohim gjën. Me të rast unë do t'i bëj thirrje gjithë personave publik që kanë një emër shumë pozitiv për shkak të atij profesioni, artist, aktor, kontributi që kanë dhënë ata profesional. Atë ka talente në fakt. Patjetër. Siç kam unë talent inxhinierin tim. Talente don, dëshiron. Por amanti nuk më paguan njeri, apo nuk më thot njeri, apo nuk më shtyj njeri me përjashtim të atij lart që thoj dhe bëj diçka për këtë popull. Edhe thirrja ime që ndon ndaj këtyre aktorëve, njerëzve publik, ndërkohë që ka shumë aktorë në botë që bëjnë vepra monumentale kundrejt mbrojtjes së kafshëve, mbrojtjes së shoqërisë, kauzave civile, mbrojtjes së natyrës, unë nuk kam një shok të djathtë. Në këto 20 vjet fiks 2004-2025 sot 21 vjet, nuk kam një të kratë të djathtë që të jetë artist, ose nëse kanë ardhur, kanë qenë me javë dhe me muaj dhe kanë ikur, kanë parë kanë ardhur me një qëllim tjetër. Pra, edhe në këtë rast po e lakojmë prapë këngëtarin e madh, unë mendoj se ai duhet gjej një pozicion ai mund të jetë atë kauzën që mësuar bashkë pro-qeveritar, po vota do të shkojë ke opozita në fund të ditës, pastaj del prapë opozitar, pra një artist i madh, një aktor, një person publik, do të jetë gjithmonë oponent, nuk ka lidhje me opozitën që sot, edhe me opozitën e nesërme që mund të jetë më shans që është sot opozitë. Kjo është shumë e rëndë. Robi do të jetë gjithmonë kërkues ndaj të mirës. Kjo është shumë e rëndë si një për ta përmbledhur tani që mos shumë e rëndë. Është koha të bëjmë edhe diferencën e gjës, po. Filloi dekadenca. Pa jepi ky gjati, jepi në pikën e tij më të gjatë, po me ditor ka një shprehje. Ips e mos zbrit kur. Ky ka hipur aq lart sa nuk do të zbresi me ky, po ky do bjeri. Ky do rinë, do bjeri bie kështu me forcë kapitative, me turi dhe nuk do të gjendet namë në shandi, kështu është sepse edhe ky ka bërë zullume të mëdha. Se si mi takuar, vetëm me dy fjalë, ndoshta duhet të di se si e ndjer momenti kur ke marrë vesh, unë e di që ti je apolitik, nuk ke fare lidhje me asgjë. Je si unë. Dhe si e ndjer pasi morë vesh këtë lloj rezultati, si mundet, gjitha me gjithë këto elementet që thamë, jo vjedhje, kërcënimi, blerje e tjera, gjitha format. Po 83 mandate si mundet. Ai vetë nuk e di. Është mandati ka, prapë ai nuk ka më gjithë vetë, domethënë. Mori një javë kohë edhe filloi duke fol, pastaj kaloi iku lart fare, pastaj aty u shkëput komplet, kaloi mbi re.
Kalon mirë edhe. Ai dutët kur vjedhin bankën, edhe ai me i riu i tha më 10 vjetë, hajde ti numrojmë thaj. Mos i thaj. Se të na i thoj ta televizori ndark thaj, s'ka nevojë ti numrojmë thaj. Po edhe. Edhe për lektyre, ai bëri përgatitjen sa do merrte, ky i gjati, bëri përgatitjen, atje por nuk e dinte sa do merrte. Vetëm kur ja tha Kiqezeja, që morë 83-85. Edhe kështu që tamam si ai duti, që nuk di se sa merrti. Kështu që në kuptim e vetëm janë zgjedhur deputet njerëz që ke dëgjuar që ke dëgjuar në herë, e po të lesh Aulon Kajlan jashtë, të lesh Altin Goxhin, që ore ti e zëm se ka 2 metra për ty, Altini. E zëm se ka 2 moda, se ka lemin tëm. Atëherë, vetëm përpjekjet që ai të zbërthente. Ore vetëm përpjekjen që bën Altin Goxhi, Aulon Kajlaja, edhe ca tjerë, që të zbërthejnë çështje, që të zbardhin çështje nga pjesa juridike, vetëm për kaq me të duhet një nga këta, të dy këta në parlament. Vetëm për këtë gjë që të bën. Ti mua më sa pëlqen, edhe mua ti, edhe Zoti. Po edhe Zoti nuk pëlqet, Zoti ka 49 apo 51% gjithmonë i ka si djalli, i ka të kundërn me vet. Normal, edhe Zoti nuk pëlqet, që duhet pëlqejmë ne që të pëlqejmë. Por, aman ajo duket ashtiqare. Ky bën dhe ky s'bën. Ky vlen dhe ky s'vlen, po ka njerëz që venin në për vdekje, deputet në përrethë, vjen ato 1 muaj gjysmë zgjedhje, vjen në për vdekje pa patur gjë më vllai, por të dukur edhe ashtu. Le të vjen tani ata në vdekje. Pse s'ta jeta ka di emperat plot që ka ndodhur vdekje. Pse s'vjen tash jeta? Tani shkoni vrasin vetë. E kupton apo jo? E bra. Kështu që kjo për mua është një nga elementet tamam me koha e Romës, filloi dekadenca që brum, gjum, mish, oris, cirk, edhe gjoja areti, për të haruar këtë problem të madh. Edhe prandaj edhe ndodhte sa në qendër para 2 ditësh, sa pas 2 ditësh, edhe ku në element që ti duhet i ruash, sepse i ke krijuar vet. Si mund ta nga dëm ta zhbësh, nga imperia ta zhbësh. Kjo është pa kuptim ti edhe nuk do. Nesër është ajo që nesër kjo ndoshta duke bërë kaq shpesh, duke kaluar në këtë formën mjaftin diferente nga edhe vetë një qytetar që nuk na bën përshtypje, se me ç'pun kemi ne me atë, me ai më mirë sa ne. Ai e dinte atë se çka na duhet ne më shumë se sa ne. Po nesër aty mund bëhet edhe një ndërtim, mund bëhet edhe diçka, mund privatizohet fare, jo vetëm për 2 javë.